Ka shumë gjëra që nuk i kam bërë, po nuk mund ta besoj që ky është fundi, edhe gjithçka për një çorape. Po falni zoti ekzekutues, a ka shkatërruesi disa çorape? Jo, Po shumë si jo, ka humbur ndonjëherë një çorape? jo. O, prit. Në të vërtet, ligësia e tij ka humbur një çorape dhe për këtë arsye bleu një palë të reja, por dua të them jam vetëm një palë çorape. Mirupafshim. Silvia, më vjen vërtet shumë keq. Mendova se kur bën mirë gjithmonë ti shpërblehesh, por e kisha vërtet shumë gabim. Edhe ti kishe të drejtë. Por kjo është me të vërtet një çorape idiote edhe askujt nuk I intereson për këtë çorape. Jo, shëtitës, kjo çorape është e rëndësishme për për ty. Dhe nuk do të lejoj që I gjithë ky kërkim të shkoj kot. Hej, ti, koku ti! Çorapja jote është kjo? Kush guxon? Unë guxoj. Kush? Sigurisht që ti e mban mend. Nëse dëshiron të drejtosh këtë mbretëri, duhet heqësh dorë nga gjërat fëminore. Miku im, më kishte marrë malli shumë për ty. Faleminderit që më kthyet gjën më të shtrenjtë në të gjithë universin. Lirojini ata! Në fakt, lironi të gjithë të burgosurit që janë dhe jepuni atyre titullin duk. Përveç atij djali. Shkatërrues, jepini atij titullin kreduk. Baba, të kam falur gjithçka. Mirupafshim, heroj guximtar! Nuk thjesht mendova që dikush mund të kishte ftohtë nga këmbët.